Shuzderot radio televizionit Tuskana, edhe njëherë Merdita, por tani në radhët e skuadrës futbollistike të Zajazit. Shive se ambientit që në shmyrë do të zhvillohet ky takim, ambienti jashtëzakonisht të cilëso, ambient i shkëlqyer, atmosfera duket pak e elektrizuar, nga se bëhet fjalë për vendin e parë, zgjidhet Lamshi apo Nyja sot në këtë stadium. Para nesh është kryetrajneri i skuadrës Xheli Mehmeti, si në shmënyrë dhe do të rrjedhë ky takim i cili ka një vlerë jashtëzakonisht madhe zot Xheli. Së pari kam dëshirë në emrin tim dhe të futbollistëve të përshëndes të gjithë ato shikues që erdhën këtu për të na ndihmuar neve në këtë ndeshje, ndërsa sa i takon takimit, të gjithë jemi të vetëdijshëm se çfarë anësie ka ky. Kam besim në ekipën tonë dhe mendoj se do dalim koklar nga ky takim dhe së bashku me shikuesit tanë të festojmë sot, do të them një derb të vërtetë. Jeni optimist? Po, gjithashtu jemi optimist, kemi besim të bashkëlojtarët, të gjithë jemi të përgatitur për luftë, psikikisht jemi gjithashtu të përgatitur dhe fizikisht, mendoj se do t'ja korrim fitore. Ju dëshirojmë sukses. Faleminderit. Këtu pranë me është kapiteni i skuadrës apo jo? Jam mësuar në skuadrën futbollistike të Vllazërimit, ju shoh me trakën apo të thomë atë që ju cilëson se jeni të jurt, jeni të disiplinuar, korrekt dhe jeni një ndër futbollistët më afer. Zotri Dani, të kalojmë në takimin e sotëm. Çfarë mendoni? Zotri Xhemsi, unë edhe njëherë do t'ju kisha përshëndet juve dhe një faleminderim të veçantë për ju që me të vërtetë na ndiqni gjatë çdo ndeshje. Ne jemi të kënaqur dhe mendoj se për këtë lojë derbi çështë kështu e ka, çdo derbi kështu ka rëndësi me të vërtetë dhe unë mendoj se këta adhurues të cilët kanë ardhur të na përcjellin nuk do të kthehen në kokë ulët, por do të kënaqen me fitoren tonë. Unë si Ismail jam optimist dhe mendoj se do të fitojmë. Rezultati? Nuk do të kisha thonë, por edhe me 1-0 ne do të ishim të kënaqur, do të mbetemi, por aty do të shohim. Faleminderit që edhe nga se u shkputët nga stërvitja. Daut, çfarë mendoni ju për takimin e sot? Vetëm fitore, kur gjë tjetër. Sigurisht, tani luajnë edhe emocionet pak, po? Po, me siguri, sot është vështirë, jo vetëm për futbollistët që janë në fushë, por edhe për këtë adhuruesit nga Zajazi me rrethi. Për vetëm fitore, kur gjë tjetër. Faleminderit për mendimin e juaj. Marrim mendimin e antarit të kryesisë, por jo të Zajazit, të skuadrës futbollistike të Vllazërimit. Këtu janë edhe Vllazërimasi sot, edhe Bashkimasi, këtu janë të gjithë, po? Çfarë do të mendoni për fillimin e këtij takimi? Po, mendoj se ekipe futbollistike të Zajazit do të fitojnë, do të korrë fitore. Po. Si çdo puna tani me skuadrën futbollistike të Vllazërimit, kaluan të lashet. Po, për ne kameru kampionati, kipe dhe një lojë të shtëpi dhe çaq. Faleminderit që ftuat dini të marrë mendimin e juaj. Faleminderit. Të një futbollisti me përvojë, veteran dhe ashtu me radhë. Faleminderit. Shuzderoa, nuk është edhe rastit antari kryesisë skuadrës futbollistike të Zajazit çdo herë përcjell takimet, njëkohësisht kryetari Partisë për Prosperitet. Zoti Sedin, jemi në stadiumin e Reshtanit, jemi musafir, çfarë mendoni sot? Po, ne kemi ardhur vetëm për fitore dhe mendoj se me atë do të duhet të kthehemi në Zajaz. Mendoj që ekipa jonë është më cilësore këtë kampionat dhe besoj se me meritë duhet i takoj vendi i parë. Në mënyrë që të plotësojnë dhe apetitet e futbolldarëve të Zajazit, që vitin e ardhshëm të luhet në të paktën një rang më lart. Faleminderit që u ftuat për Radio Televizion Tuskana dhe dhat mendimin e juaj. Shuzderoa, mirdita edhe një herë, që në mesin e fushës defilojnë futbollistët e dy skuadrave, edhe të skuadrës futbollistike Rashtani dhe skuadrës futbollistike të Zajazit. Është një takim me vlerë jashtëzakonisht të madhe nga aspekti se sot zgjidhet edhe Lamshi apo Nyja e këtij takimi, nëse njëra nga skuadrat pson disfat apo humb sot me rezultat tjetër një minimal 1-0, do të thotë se përshëndetet me vendin e parë dhe plasman në ligën rajonale liçenase. Mirë, po para se të bëjmë analiza, kalkulacione, të folim për këtë takim, duhet së pari të shohim se si janë përzgjedhur kryetrajnerët e këtyre skuadrave. Për Zajazin, zotri Xheli Mehmeti është përzgjedhur. Në portë Seferi, me numër 2 Rasim Mehmeti, 3 Çiperovski, numër 4 Ahmedi, numër 5 Xhelili Mehmeti, numër 6 Burim Zulbari, numër 7 Fatmir Zeçiri,
numër 8 Nebih Fazlioski, numër 9 Dani, numër 10 Gjeladini, numër 11 Jusufi. Për Rokë Reshtanin, 11 që ta filloi takimin, Jovanovski u përzgjodhë. Gjorgjieski me numër 1, Gjoreski 2, 3, Korunovski 4, Ljubomir Joljeski, numër 5, Misho Dimitrevski, numër 6, Trajkovski, 7, Mishkovski, 8, Veljanovski, 9, Zoran Dimitrievski, 10, Spirovski dhe numër 11, Angeleski. Takimin do të drejtojnë, refer nga Kërqove dhe atë Cetanovski Zoran, kryer afer, me numër 2, Mickoski Jovo dhe Mustafa Ekrem.